Ne do të flasim për sigurimet shëndetësore në fakt dje edhe përmes edicionit të lajmeve të mëngjesit. Unë njoftuam patjetër që po për ligjet të cilat janë miratuar diku 10 prej tyre e një ndërta ishte edhe ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor dhe për të trajtuar këtë temë se çka do të thotë tutje dhe çka mund të bëhet dhe si është rrjedha tutje për sigurimet shëndetësore, për çka do të thotë kjo mës me një rëndësi më të madhe për qytetarët e Republikës së Kosovës. Do të diskutojmë bashkë me ulëmtuesën e politikave shëndetësore Saranda Ramaj, po ashtu kolega, mike dhe imja e që tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjes, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjes, kënaqësi me qenë gjithmonë këtu. Gjithashtu edhe për ne, Saranda, po besoj e ke ndjekë edhe dje seancën, ma merr mendja dhe ke qenë në dieni, tu duk diçka e parë më herët apo po pres që tashmë me qenë një ndryshim me miratimin e këtij ligji? Ndryshimi vetëm që presë është që kësaj radhe me u zbatu ligji. Do të thotë problemi duhet me theksu gjithmonë, sepse nuk është ideja në asnjë formë e minimizu peshën e ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Është ligji absolutisht, ndoshta pas ligjit për shëndetësi, ligji më i rëndësishëm në këtë sektor, dhe ligji që po të zbatohej do të fillonte një epokë komplet tjetër të shëndetësisë kosovare. Por ajo që ka vlen me theksu që pse unë e kam ndoshta jo problemin, po më shkakton një lloj irritimi, sepse sigurimet shëndetësore nuk kanë qenë peng i mospasjes së një ligji që rregullon këtë çështje. Do thotë moszbatimi i sigurimeve shëndetësore deri tani ka ndodhur për shkak të faktorëve të ndryshme, por ligji nuk ka qenë një nga to. Dhe kjo për shkak që në vitin 2014, nëse nuk gaboj me 28 prill të vitit 2014, ka hyrë në zbatim ligji për sigurime shëndetësore. Ka pas tendenca edhe të mëhershme në 2007, kur Kosova do të thotë ende nuk ka qenë e pavarur, po ideja që nuk janë bë sigurimet shëndetësore janë shumë faktorë, shumë dimensione që ndonjëherë faj institucioneve, ndonjëherë faj rrethonave, por asesi kjo nuk nënkupton që ligji për sigurime shëndetësore do të hyjë menjëherë në zbatim. Unë shpresoj sinqerisht që Ministria e Shëndetësisë kësaj radhe kemi një qeverisje tjetër, për shkak që Ministri Vitia edhe qeverit Kurti, po flasim për periudën 2020-2026, nuk kanë tentu ndonjëherë, do të thotë nuk kanë dështu, sepse as nuk kanë tentu me vënë në zbatim këtë ligj, po kemi pas raste kur mund kujtohet, ka qenë shumë intensive në kohën kur Ministri i Shëndetësisë ishte zoti Imet Rahmani nga LDK, në qeverinë Mustafa, ku çdo 3 muaj themi u planifikohej të bëjmë mbledhja e premiumeve. Premiumet nënkuptojnë ky 7% që sigurim që do të na shtohet në pagesë, pra 3.5% që do e paguajmë secili prej neve dhe 3.5% punëdhënësi. Do të thotë ka pasur disa tentativa dhe atëherë thuaj që janë bërë parakushtet dhe tani mund të fillojmë fillimisht me mbledhjen e parave, e pastaj planifikohej diku pas 6 muajve një viti, të fillon të ndërtohej lista e shërbimeve që do t'i përfitojmë nga sigurimet shëndetësore. Unë sinqerisht pres që zoti Vitia të ketë mësuar nga paraardhësit e tyre dhe të mos i futet një avanture nëse nuk janë realizu parakushtet. Edhe këtë pjesën tjetër shpresoj shumë që është duke punuar në plotësimin e parakushteve që sigurimet shëndetësore të fillojnë sa më herë. Edhe me sharu, ligjërisht i bie që pastaj në maj diku të fillojmë me zbatimin me njëherë, apo të fillojmë me mbledhjen e fondeve, pastaj tutje me zbatimin pas 6 muaj, pse duhet me prit pastaj 6 muaj? Tash të plani i veprimit duhet shihet fatkeqësisht. Kosova ka mundësi me shku edhe me një palë zgjedhje që do e ndryshonin komplet situatën edhe dinamiken edhe të zbatimit të këtij ligji. Ajo që ka me atë sa e di unë, edhe mendoj që edhe kështu do të bëhej, është e arsyeshme çfarë qeveria nëse do ta bëj, e ka në plan të bëj, është që do të filloj faza sigurimet shëndetësore, sepse
Unë besoj që ka pas një keq interpretim të konceptit të sigurimit shëndetësor edhe nga politikanët, edhe nga neve qytetarët. Edhe ne presim shumë nga sigurimet shëndetësore. E qka duhet me pritë dhe qka ju, qka përfshin, dhe të qka mundet me përfshin në fakt, apo a është një shambull diku një vend në rajon, apo diçka e tillë, është e paraparë se që shka me shku, diçka, apo nuk djetë? Fillimisht, politikanët e konsiderojnë dhe këtë deklarate ka pas kryeministri Kurti vitin e kaluar nëse nuk gabohem, kur thotë që ne kemi sigurime shëndetësore sepse pacient marrin shërbime falas. Për mu, si koncept, është pak problematik për shkak që sigurimet shëndetësore në krejt botën ku janë ba, e kanë ndërtu sistemin. Do të thotë është ndërtu, shëndetësia është kornizu dhe është bë sistem. Sot ne në SHSKUK dhe në spitalet, në SHSKUK dhe spitalet rajonale dhe në shëndetësim primare, kemi informat shëndetësore komplet e fragmentizuar. Nëse ju jeni paciente të një mjek dhe shkoni në repartin gjitë, reparti nuk ju nje si pacient, nuk ju nje sistemi, sepse kjo problemi kryesor është mungesa e digitalizimit të shëndetësisë. Do të thotë, pacientët presin që me urrit shumë kualiteti i shërbimeve, e mendoj që duhet të pritet të ndërtohet sistemi, të ketë një sistem digital, sepse nuk mund të ketë rritje të kualitetit aq të shpejt sa presin. Po ashtu duhet me theksu që ju e pyetet edhe shrut nëse ka ndonjë shtet që ne duhet me marë ose si qka me prit. Sidomos në rajonin ton, shtetet kam pas jashtëzakonisht sfida në funksionalizimin e sigurimit shëndetësor. Macedonia nuk e ka sigurimin nëse shikoj me indikator, ndoshta për Kosovë, për standardin e Kosovës neve na duket mirë, po për kur e krahason me matës ndërkombëtar dhe qatë në nivel me shtetet tjera, nuk është që ka ndonjë sigurim jashtëzakonisht stabil. Njëjtë Shqipëria ka krejt e kufizuar që shpresoj që nuk përfundojmë ashtu. Unë do doja që e di që është pak e pamundur të bëhej si sigurimi i Slovenisë ose i Çekisë, po duhet me pas parasysh që këto shtete kanë fillu të nëzojmë në të 90-tat, Slovenia, dhe është dashur të dështoj disa herë. Ata kanë dështuar disa herë për ta bërë dhe në fund ka qenë krejt viti 2020 ku në kohë të pandemisë ishte një krizë dhe qeveria e ndihmoi jashtë qarkullimit të rregullt financiar për t'i marrë kamt edhe sot ka matës tregojnë që ka performancë të mirë, po deri në atë pikë ka shumë për të bërë. Problemi është që çka mendoj që do të filloj e që është shumë lajm i mirë, do të filloj rimbursimi i barnave jashtë spitalore. Na as nuk e dim sa është kostoja e këtyre barnave, për shkak që shumë lehtë me përcaktu koston e barnave që i shpenzojmë kur na jemi të smut, hospitalizum, që dikun herë mbrin 70-80 milion, që është pashtu shifër goxha e madhe, por besoj që duhet tjetë, sepse sipas standardeve shkon 2 fishi ose 3 fishi, që janë barna jo hospitalore. Pra, nëse Ministria e Shëndetësisë arrin me ata nuk e quajnë pilot, por fazë parë, megjithatë unë mendoj që është pilotim, nëse arrin me zbatu në mënyrë të suksesshëm pilotimin me mbulimin ose rimbursimin e barnave jashtë spitalore ose barnave që mungojnë sot në spitale, janë listë esenciale, herë për shkak të procedurave, herë për shkak të neglizhencës, mendoj që është hap jashtëzakonisht i mirë për shkak që shpenzimet në Kosovë jashtë xhepit të qytetarëve janë kryesisht për barna. Edhe unë disha me undalë vetëm edhe disa minuta, e di që përna për e tjerza, shkruan mjaftueshëm, madje edhe shqiptarët të shkruan mjaftueshëm kur vjen puna tek furnizimi i barnave, barnat cilat i blejnë vetë, madje të dërgojnë kupona, foto, gjërat të tilla, në anën tjetër të ÇKK ka konfirmime që barnat ekzistojnë, janë, ndërsa në anën tjetër pacientët shkojnë edhe i blejnë. Kur jemi të ashtu të sigurime shëndetësore, do të rimbursohen edhe në këtë pjesë, apo veç do të jenë të sigurta që kemi me i marë aty ku edhe jemi të hospitalizuar, apo ku i marrim edhe shërbimet e tjera?
Unë besoj që kjo është për shkak që nëse e shohim dallimin e ligjit të sigurimit shëndetësor të vitit 2014 dhe tash, ka dallime, por nuk janë dallime rrënjësore dhe modeli që ne e kemi marrë të sigurimeve shëndetësore as nuk mund të ketë dallime shumë të mëdha se ky model është në disa shtete. Nuk ka shumë modele të sigurimeve shëndetësore në krejt botën, janë 2-3 modele që zakonisht përdoren. Do thotë është i njëjti model, por komponenta është një pikë komponentave që është shtuar, është kjo pikërisht rimbursimi i barnave. Unë besoj që gjëja më e mirë me fillimin e zbatimit të ligjit të sigurimeve shëndetësore është që ne fillojmë ta skanojmë shëndetësinë. Dhe sot pa fund, këtë as nuk po e them me brutalitet, as me arrogancë karshi institucioneve, nuk është e mundur me lexu një dokument, kryesisht në SHSK, se Ministria e Shëndetësisë megjithatë janë të strukturuar në mënyrën se si hartojnë dokumentacionin, kur ti nuk i shpërputhje përqindjesh, shpërputhje statistika, shpërputhje numrash për parametrat dhe vlerat e njëjta. Kjo nënkupton dhe unë edhe refuzoj me analizu një politik tillë kur ka shpërputhje të numrave, sepse duket një farë legjitimimi i një sharlatanizmi në evidentimin e sektorit. Shëndetësia është sektor që duhet të jetë 100% i bazuar në evidencë, po ashtu dhe ajo jo vetëm pjesa klinike, por edhe menaxhimi. Në këtë kuptim, me sigurime shëndetësore, nëse ta zëm unë kontrollohem në AMF, në Radavc, kur vi në Prishtinë, duhet që dalë në sistem se çka unë ka marrë atje dhe që ka mujnë me mep edhe me vazhdu. Problemi që unë nuk e di sot për mua është komplet e paqartë edhe si llogaritet kostoja në shëndetësi, edhe si qeveria i ndon paret, kur në momentin kur ti nuk e din sakt sa pacient i ki. Ata mund të thonë që i kemi këto statistika, po për mua është vështirë e besueshme që të i shkruajnë letër ende në SHSK, sa të shkruajnë në letër, në fleta A4 ndonjëherë, nuk mund të besoj që kjo është mënyra më e mirë e mbledhjes së të dhënave dhe mbajtjes së evidencave, e përrjedhoj nga çato letra që na i shohim çdo ditë, duhet ndërtohen politikat shëndetësore, se politika duhet të bazohen në ato letra, në ato kërkesa, në natyren e smundjeve, në shpeshtmërinë e paraqitjes së rasteve, kështu që nëse ka ndonjë gjë pozitiv, gjithë shka ka pozitive sigurimet shëndetësore, po gjëja më pozitive është kornizimi dhe kjo vjen si pasojë e digitalizimit. Duhet me theksu, sepse e kuptoj minuta televiziv, sigurimet shëndetësore në të kaluarën kanë dështu pikërisht për shkak digitalizimit. Do thotë sistemi informimit shëndetësor është absolutisht një prej parakushteve kryesor dhe e di që vetëvendosja është parti në pushtet dhe e kanë të nevojshme ta trumbetojnë kalimin e ligjit, gjë që mirë ka bë që është amandaventuar, ata e quajnë legjiteri, po për faktin që kemi pas ligj nuk e bën krejteri. Lajmi më i mirë është nëse arrin të implementohet në mënyrë të suksesshme sistemi i informimit shëndetësor. Pas sistemit të informimit shëndetësor, është shumë vështirë me besu dikush që ndjekja e paras, për shkak që sigurimet shëndetësore, fondi i sigurimeve shëndetësore, pas fillimit të mbledhjes së premiumeve, pritet të bëhet institucioni i tretë financiar në vend, do të thotë mas ATK-s dhe doganës, të cilët arkëtojnë shumë tyra, do të jetë fondi. Dhe një fond me kaq shumë para, besoj që është shumë e vështirë mu menaxhu pas sistem të mirëfill të digitalizimit. Saran, faleminderit shumë për këto informata, faleminderit për kohën që ke gjetë me qenë pjesë e emisionit sot, shumë kënaqësi që të pata këtu në studio. Faleminderit që jepni hapësirë gjithmonë temave të rëndësishme. Kënaqësi.